Endret Ademi, 24 vjeç, është viktime e aksidentit në punë që ndodhi në Itali, në Milano, mëngjesin e së martës. Ai vdesh në një kantier ndërtimi në via Edoardo Besini. Ai humbi jetën pasi ra në tokë, pasi ra nga distanca prej 12 metrash. Ai ra nga një skelje pune në oborrin e brendshëm të ndërtesës ku po punonte. Ndërtesa po i nështroi punimeve të lyerjes. E ndriti po punonte në katin e tretë. Skela mbi të cilin ishte vendosur kishte një mbulim prej më pak se 1 metër. Megjithatë, për arsye që ende nuk dihet, pak para 10 të mëngjesit, 24 vjeçari ra mbrapa dhe barriera u shemb. Ndoshta humbi ekuilibrin. Berritja e stafit të kompanisë rajonale të emergjentave dhe urgjencës, areo në vend ngjarje ishte e akutë. Gjithashtu të pranishëm në vendin e aksidentit ishte oficer policie lokale, karabinierët, Agjencia Mbrojtëse e Shëndetësit dhe zjarfiksit. Disa kolegë të pranishëm në kantierin e ndërtimit në kohën e aksidentin e përshkruan 24 vjeçarin si një djalë shumë të mirë dhe punëtor dhe të palodhur. Ai jetonte në Rovato, në provincën e Brescias. Ai jetonte vetëm sepse familja e tij jeton në Kosovë.